Deputet të Kuvendit të Kosovës, Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës e ka përfunduar vitin 2014 duke të i kaluar shifrën prej 1.1 miliard euro në menaxhim. Ndonë se kjo shifër në raport paraqitet si diçka simbolike, sa për krahasim kjo është thuajse 400 milion euro më e lartë se sa menaxhon e gjithë shtylla e dytë pensionale në Maqedoni. Pra, edhe pse trusti ka strategji pasive në mbledhjen e kursimeve, duke siguruar gjitha të hyrat nga puna administratës tatimore, gjithsesi shuma që ka në menaxhim është e jashtëzakonshme. Sa për krahasim, kjo shumë është 19.9% e brutoproduktit vendor apo gati sa 1/5 e tij. Ndonë se kanë kaluar më shumë se një dekadë në aspektin administrativ, Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës ende nuk ka arritur të bëj mirë as pjesën bazike të punës së saj, atë të administrimit të llogarive. Edhe në vitin 2014, mbi 10 milion euro janë të pa alokuara në llogari përkatëse. Kjo i bie që përveç kostos oportune të mos investimit të këtyre mjeteve, pra humbjes së potencialit të kthimit në investim për ata që i kanë kursyer ato para, Fondi i kursimeve pensionale prej mallësisë që ka tash vazhdon të mos brengoset për kursimtarët individual dhe barazimin e kursimeve të tyre faktike me pasqyrat pensionale. Për te i kësaj, edhe pse në raportet paraprake vjetore nuk është paraqitur, është e rëndësishme të raportohet edhe për sfidat që ka Fondi i kursimeve pensionale, që ka pasur disa vite më parë, kur është bartur prej mirëmbajtjes së llogarive nga software jo profesional si Excel Access në software të ndërtuar enkas për fonde pensionale. Pra të kuptohet se sa nga ai proces janë alokuar, si janë alokuar dhe çfarë ndikimi ka pasur ai proces për kursimtarin individual. Të dyja këto çështje e shpërfaqin punën që duhet bërë për të siguruar që as edhe 1 cent mos jeti pa alokuar apo dhe e alokuar gabimisht, sepse një gjë e tillë paraqet mungesë serioziteti në administrimin e kursimeve pensionale, shtyll kjo e domosdoshme për të siguruar që kthimi në investim të alokohet tek secili kursimtar në përputhje me kursimet që i ka bërë. Fondi kursimeve pensionale në raportin e vitit 2014 ka paraqitur se ka vazhduar me politikën e diversifikimit duke kyçur 6 fonde të reja investuese përmes të cilave janë investuar 283 milion euro shtesë. Fondi kursimeve pensionale po na paraqet vetëm një aspekt, dhe atë më të paransishëm. Numrin e menaxhuesve të mjeteve, edhe 6 të tjerë. Ajo që është më e rëndësishme është lloji i investimeve që bëhet. Pra, për të sqaruar, mund të kesh mund të kesh edhe 20 menaxhues të mjeteve, jo 6, po 20 tjerë. Por nëse gjithë ata investojnë në të njëjtin instrument apo kompani apo region, atëherë ekspozimin ai rrezikut nuk ulet, por vetëm rritet. Në vitin 2007, kur filloi kriza globale financiare, trusti i kishte mbi 40% mjeteve të saj të alokuara në aksione dhe mbi 70% të këtyre mjeteve në SBA dhe në Eurozonë. Mbahet mend mirë se si përfundoi kjo strategji investuese. Trusti humbi gjithë vlerën që kishte pritur e parashikuar, por edhe shkaktoi humbje duke rënë vlera e njësisë në 0.78, pra për çdo 1 euro që ishte kursyer nga një qytetar, trusti pas 6 vjetëve pune i garantonte 0.78 euro apo 78 cent. Sot, për ata që pak përcjellin lëvizjet në ekonominë botërore dhe tregjen financiare, situata nuk është më e mirë se në vitin 2007. Madje mund të argumentohet e kundërta. Nëse në vitin 2007 problemet filluan me krizën financiare e cila me shpejtësi u bart në ekonomi reale, në vitin 2015 kemi potencialin e dezintegrimit të tërë të një modeli ekonomik, e cila po tregohet çdo ditë e më shumë me krizën e euros. Raporti i vitit 2014 na dëshmon insistimin e bordit të trustit për të njëjtën logjik investive sikur sa ajo në vitin 2007, ndonse me më shumë menaxhues të këtyre fondeve. Pra, më shumë në numër, por jo në lloj. Në vitin 2014, fondet e kursimeve tona pensionale janë alokuar në mënyrë pothuajse identike, sikurse në vitin 2007. Pra, mbi 50% janë investuar në aksione, konstrukte të ndryshme të aksioneve, ku vetëm një kompani, në këtë rast Vanguard, menaxhon mbi 340 milion euro të kursimeve pensionale, 30% janë multiasete, 17.1% në borxhe bono dhe vetëm 6% në Kosovë dhe atë në bono thesari, të cilat nuk janë duke u shfrytzuar për rritjen e prodhimit, po për financimin e operimit të qeverisë Kosovës. Sido që të jetë, bordi i trustit me këtë strategji investive na thot 2 gjëra. E para, kriza financiare dhe mësimet nga kriza financiare janë të parancishme,
Dhe e dyta, Vanguard është më i besueshëm se shteti i Kosovës. Domethënë, më shumë kemi alokuar te një kompani e huaj Vanguard sesa në vetë shtetin tonë. Pra, Vanguard menaxhon 340 milion euro, ndërsa Republika e Kosovës mund të përballojë vetëm 54 milion euro. Çfarë do të thonë kjo? Që na 6 fish më shumë i besojmë Vanguard se shtetit tonë. Dihet se investimi në aksione është spekulim i menaxhuesit të mjeteve, sepse menaxhuesit të cilët janë dhënë mjetet e është dhënë e drejtë të vendoset në cilat kompani të investojë. Pra Vanguard bën si të dëshiron me ato mjete dhe mundet për shembull hipotetikisht ti investoj në industri të qumshit në Alpsko. Dhe kjo pastaj na kthehet ne si konkurrencë edhe më e fortë karshi qumshtarëve tonë, sepse Alpsko është në Eurozon, ka qasjen financim të lehtë dhe askush nuk e ndalon Vanguard të investojë aty. Një pyetje themelore që duhet shtruar është se çfarë ndalon trustin të investojë në PTK apo në Trepç? A është kjo çështje e ndaluar me ligj apo është çështje e politikave investuese? Mirë po, ne e dim se me ligj nuk është ndaluar kjo gjë, me që trusti po blen bonët thesarit të qeverisë. Pra, është politika investive e bordit që po e ndalon këtë. Mos investimi për çështje politikash e tregon logjikën e investimit të parave tona në forcimin e ekonomive të huaja. Rrjedhimisht disbalanci tregtar potencialisht rritet, ndërsa ne varfrohemi tutje. Trusti është i themeluar nga ky kuvend, po ashtu edhe bordi i trustit duhet së paku të merr vendime që i takojnë interesave të drejtë për drejtat Kosovës. Janë tashmë 14 vite që nga themelimi i tij si institucion, prandaj është koha e fundit ta ndrojmë kurs ne si themelues të trustit. Përveç shpërndarjes së njëjtë në instrumente, e rëndësishme është shpërndarja regionale që i bëhet parave të fundit personal. Edhe kjo qytetërisht vazhdohet në mënyrë të njëjtë. Pra, mbi 41% janë të investuara në SBA, ndonse e dim fare mirë që prej vitit 2007 deri më tani SBA-t ende janë duke u përballur me pasojat e krizës financiare. 32% të mjeteve janë të investuara në Eurozon, ndonse nga viti 2010, pra përveç krizës financiare 2007-2008, kemi problemin e falimentimit Greqisë dhe 6% të mjeteve janë të investuara në Azi, shifër kjo e njëjtë me investimin në Kosovë. Pra, na i besojmë vetes sa i besojmë Azisë. Edhe në aspektin e instrumenteve, edhe në shpërndarjen regionale, trusti vazhdon të insistojnë në investime të cilat në ofër 3/4, pra 73%, 21% në SBA dhe 32% në BE, bazohen në performancën e kompanive në SBA dhe në BE. Në të dyja këto tregje financiare kemi rënje në vitin 2015, ndërsa në Bashkimin Evropian ku trusti ka ekspozuar mbi 30% të kundërshtimeve, ka probleme të jashtëzakonshme me ekonomi, të cilat përkthehen edhe me kthimin në investim të trustit përkatësisht zvogëlohet ai. Sa i takon strategjisë së investimeve, ndonse nga trusti raportohet çdo vit, edhe në këtë raport raportohen kthime të mira nga investimet, mirë po ajo megjithatë mbetet jo serioze. Pra, pas humbjeve të mëdha, të cilat erdhën si pasojë e këmbguljes për të investuar në aksione, pra në spekulime financiare, me humbje në koste oportune në për 7 vitet e para, trusti sërish për na sjell një portofolio e cila i ka mbi 600 milion euro të investuara në kompani të huaja, të cilat janë në Eurozon dhe në SBA, në po të njëjtën mënyrë, ku si të thuash e kemi të garantuar që do të kemi të njëjtat humbje sepse përdoret e njëjta strategji investive. Pra nuk ekziston as minimumi kreativitetit edhe invencionit. Mbase këtë gjë e bëjmë se kështu është edhe më e kollajshme. Nuk ka gjë më kollaj se ta përsërisësh vitin e kaluar. Mirë po, kështu nuk ka zhvillim, kështu nuk ka rritje, kështu nuk ka ngritje. Prandaj përfundimisht në 2 shtyllat kryesore, trusti na sjell një raport i cili është déjà vu çdo raporti paraprak. Nuk po administrohen mirë llogarit dhe po investojmë parat e kursimeve pensionale në kompani të huaja. Faleminderit.